Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronat private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Free Albani. Megjithatë, një pyetje mbetet ende pa përgjigje të qartë. Kush e financoi plotësisht këtë projekt dhe në një shkallë më të gjerë, kush qëndron pas financimit të tij? Report Televizion ka mësuar se në një sipërfaqe toke për disa hektarësh e cila është blerë nga mujahidinët iranian, po ndërtohet kampi ku kanë nisur të strehohen familjet e para. They're murderous. They are used basically as assassins for hire. But the MEK is taking money from Israel. Yes, lots of money. Këtë e vendos vetëm gjykata. An unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. Një rrëfim për blerjen e tokës, ndikimi politik, reagime shoqërore dhe një pyetje që ende mbetet pa përgjigje. A mundet historia të përsëritet? Dhe nëse historia na ka mësuar diçka, ndoshta është kjo. Disa procese fillojnë me një kontratë shitblerje, por përfundojnë duke ndryshuar fatin e një vendi.